Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Tim Çomucunski thotë se ende nuk mund t'i publikojë emrat e ambasadorëve të rinj. Mirëpo, siç u shpreh, mbi 60% e kandidatëve të rinj për ambasador janë diplomat profesionist nga radhët e punonjësve të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme. Mbi 60% e kandidatave të rinj për ambasador dhe konsul të përgjithshëm janë diplomat profesionistë nga radhët e punonjësve të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Sigurisë Kombëtare me një karrierë të pasur diplomatike prej më shumë se 20 vitesh, dhe kjo lidhet me angazhimin ton që filloi me ndryshimet në ligjin për punët e jashtme. Mucunski shpreh se ka propozuar më shumë emra të cilat do t'i konfirmoj pasi t'i marrë miratimet. Edhe kryeministri Kristian Mickoski konfirmoi se ka vendim për ambasador të rinj, por siç tha, për shkak se janë informacione të klasifikuara, emrat e tyre nuk mund të publikohen. Qeveria në seancën e së martës, siç raportuan mediat maqedonase, ka pranuar një listë prej 9 ambasadorëve të rinj dhe 2 konsuj të përgjithshëm në Stockholm, Bukuresht, Prishtinë, Londër, Hag, Strasburg, Sofje, NATO dhe Suedi, si dhe konsuj të përgjithshëm në Selanik dhe Melbourne. Gjithashtu të njëjtat media kanë thënë se ish ministri për çështje europiane Orhan Murtezani është emëruar ambasador në selinë e NATO-s në Bruksel.